Koalicioni PDK-AK Nisman në përbërjen e ardhshme të Kuvendit të Kosovës do t'i ketë 39 deputet. Kadri Veseli, Ramush Haradinaj, Sala Berisha Shala, Fatmir Limaj, Daud Haradinaj, Teuta Haxhiu, Enver Hoxhaj, Mërgim Lushtaku, Ganimete Musliu, Memli Krasniqi, Elmire Qica, Time Kadriaj, Andin Hoti, Fatmir Gjelili, Evgjeni Thaçi Dragusha, Agim Aliu, Bekim Haxhiu, Blerta Deliu Kodra, Haxhi Shala, Zafir Berisha, Mejide Mulaku Topalli, Bilal Sherifi, Milaim Zeka, Flora Brovina, Abdul Salihu, Shkumbin Demaliaj, Luljeta Veselaj Gutaj, Ahmet Isufi, Rustem Berisha, Albulena Balaj, Nezir Cocaj, Zenun Pajaziti, Gjevahire Izmaku, Gjavit Haliti, Pal Lekaj, Leonora Bunjaku, Hajdar Beqa, Blerim Kuqi, Rasim Selmanaj ose Safete Hadrxhonaj. Lëvizjave të vendosje do t'i ketë 32 deputet në përbërjen e re të Kuvendit të Kosovës. Albin Kurti, Shpend Ameti, Aida Dërguti, Dardan Molliçaj, Visar Ymeri, Albulena Haxhiu, Dardan Sejdiu, Glauk Konjufca, Donika Kadaj Bujupi, Fisnik Ismaili, Recep Selimi, Besa Baftiu, Adem Mikolovci, Dugaxhin Gorani, Fatmire Kolçaku, Liburn Aliu, Ali Lajqi, Arbëriena Gafci, Driton Qaushi, Sami Kurteshi, Drita Millaku, Faton Topalli, Ismail Kurteshi, Shqipe Pantina, Sali Salihu, Mytahir Haskuka, Saranda Bogujevci, Frashër Krasniqi, Valon Ramadani, Fitore Pacolli Dalipi, Qendron Kastrati dhe Arben Rexhaj. Koalicioni LDK-AKR Alternativa në përbërjen e re të Kuvendit të Kosovës do t'i ketë 29 deputet. Avdullah Hoti, Driton Selmanaj, Vjosa Osmani Sadriu, Begjet Pacolli, Lumir Abdigjiku, Mimoza Kusari Lila, Anton Çuni, Kujtim Shala, Teuta Rugova, Ilir Deda, Labinot Tahiri, Valentina Bunjaku Rexhepi, Lutfi Zharku, Arben Gashi, Lirie Kajtazi, Ramiz Kelmendi, Fidan Rekaliu, Hykmete Bajrami, Arban Abrashi, Ismet Beqiri, Besa Gaxheri, Haxhi Avdyli, Korab Sejdiu, Doruntin Maloku Kastrati, Islam Pacolli, Naser Rugova, Mirjeta Kalludra, Armend Zemaj dhe Imet Rahmani. Gjithë këta kandidat kanë siguruar votat e nevojshme për të zënë ulset e Kuvendit të ardhshëm të Republikës së Kosovës.